28 dhe 29 nëntori nuk janë thjesht data në kalendar. Në qytetin e Vlorës ato janë ditët ku historia zgjohet, ku flamuri merr jetë dhe ku qyteti kthehet në një simbol të krenarisë kombëtare. Këtu ku ngrit flamuri për herë të parë, festat e pavarësisë ndihen më fort se kudo tjetër. Të shënuar, shumë e shënuar. Na kujton flamurin Bizant, që nga kohë e Skënderbeut. Dhe Djoluli dhe më në fund fare në Vlorën e madhe Ismaili. Dua të citojnë vargjet e të madhit Ali Aslan. Shqipëri moj shkëmbegur, vritesh, pritesh për flamur. Bota hiqe dhe ti në vur, kështu ke qenë që kur. Shqipëri, Shqipëri, Shqipëri moj shkëmbegurë, Shqipëri moj shkëmbegurë, vrite, pritesh për flamurë. Zuar. Unë jam Mallakastra. Ko buret me sërëm gjeshur, në sup do graje malher, gjaku por si lumë derdhur, për liri je vrarje prerë. O, se shtë vranë, se shtë dogjen, këngër nga buza sta hoqen, rrite bi dhe rrite bia, si rufe, si vetë tima. Ko bure, ko buret me sërëm gjeshur, ko buret me sërëm gjeshur, sub do gra e mali herën, sub do gra, sub do gra e mali herë, sub do gra e mali herë, gjakuno si lumë derdhë, gjakuno si lumë derdhë, gjakuno si lumë derdhë, për flamur je vrarje prerë, për flamur, ba. Guri Rokaj. Nga këni ardhur? Unë kam ardhur nga Kosova, përfaqësoj Drenicën, jam nga komuna Skenderajit, kam ardhur me lidhjen e bletarëve të Kosovës, jam një bletare, jetoj që 24 vite atje, erdhëm në Vlorën heroike nga Drenica e përgjakur, dhe shumë heroike. Për herë të parë erdhëm këtë fest, edhe pse kam ardhur me rastet e tjera në Vlorë, po për herë të parë vi për 28 nëntorin, ta gëzojmë gjithë shqiptarët, Vlora është e gjithëve, ju urojmë festën, inshallah, vjen koha dhe të bashkojmë treje shqiptare, të bëjmë prapë Shqipërinë e madhe. Unë vim prej Soarekës, nëse Kosovës, vi, në përshëndes gjithë shqiptarët kudo që janë për ditën e flamurit, 28 nëntorit, po ashtu edhe komandantin tonë legjendar aty nga Soareka. Jo, jam 5 vite vi rregullisht, po edhe për 100 vjetorin jam pun, 100 vjetorit është vi gati rregullisht. Me gjithë vllazërin, tu vllavin, jam vina, domon 5 vite vi rregullisht unë. Edhe përshëndes gjithë kudo që janë shqiptarët, në përbot kudo që janë. Urime. Dragashit i Kosovë ka ardhë, drejtori jam shoqate e kulturës komunën Dragash. Gjatë viti vjen për këto ditë, për ditë 28 nëntore, ditë e flamurës. Ne nuk e upën Ismail Qemali, une si drejtor shoqata edhe kam dokumenta i vjetër për Ismail Qemali për Turqie e kam marrë. Do me thonë, këto dita ne nuk e upën edhe ju uron kret shqiptarve ku kam bota 28 nëntor dita e flamurit. Kemi nga Prizreni, kemi ardhur për festën e flamurit këtu në Vlorë. Jemi një grup bletarësh me organizim të ditës bletarëve të Kosovës, ku këtë vit kemi vendosur ta shënojmë, domethënë për vjetorin e pavarësisë në Vlorë. Është viti i parë që vini në Vlorë? Po, është viti i parë që vim në Vlorë ky. Çfarë do të thotë Vlora për Kosovën dhe për gjithë shqiptarët sot me tjera? Vlora veçanërisht do të thotë shumë për ne shqiptarët e Kosovës, se ne gjithmonë e kishim si krenari, domethënë si simbol krenari në Kosovë, edhe frymëzimi ynë ishte gjithmonë ëndër e kamotshme që të vim Vlorë dhe të festojmë me Vlorë.
Nga jeni? Nga Tirana, Keni ardhur për festën e pavarësisë? vetëm për festën, me motorat. Me simbolet kuqezi? Po. Si mos vini me simbolet kuqezi në Vlorë? Tani keni ardhur me vonë, se do të qytet Tirana, apo nuk e kapët dot? Jo, pimi kafe, erdhëm, pam çik Vlorën, nuk kemi për shumë zhurmë, tani është qetë, tani e shijojmë. Çfarë do të bëni tjetër? Do të qëndroni sot në Vlorë? Besoj se po. Besoj se po, jemi me grupin. Jemi më shumë se kaq. Në atmosferë. Shumë e bukur. Si gjithmonë, si çdo vit. Nga Tirana. Nga Tirana? Po. Ke zgjedhur që festën e pavarësisë në Vlorë? Në Vlorë, po. Si po duhet Vlora sot? Vlora është shumë bukur, si gjithmonë, shkëlqen. Do të qëndroni sot? Po, sot ku? Vlonjata vetë, normal që do të qëndroj. Okej, si Vlorë, si po duhet Vlora sot? Shumë mirë, atmosfera është e mirë. Ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar, ditë e pavarësisë. Ne vlonjatë e festojmë gjithmonë. Më kanë ardhur dhe 2 motorista në Tirana. Grupet në punë e kohës nuk e do të çojë të tjerë, megjithatë urime të gjithëve gëzuar. Faleminderit. Vlora? Po. Festë pavarësisë si po duket sot atmosfera? Shumë mirë. Tani sa dola? Atmosferë fantastike. Po, patjetër. Ti s'na qyteti i Vlorës? Patjetër. Okej. Bravo. Po, zvidims. Keni zgjedhur të festoni pavarësinë në Vlorë sot? Po, sot po. Si Si mi konë asnjëherë, ta provoj. Si Po duhet? mirë vëllai, super. Mirë kalum. Do të qëndrojmë në Vlorë sot? Te në mbromje po. Do ikim ave tani. Te në mbromje kismet po. Faleminderit. Për herë të parë në Vlorë? Po. Si po duhet Vlora? Mirë është, shumë bukur. E kishe me qef ta festoj një pavarësinë në Vlorës? Po. Me dëshirën tënde? Po. Që zgjodhe të vijë në Vlorë dhe jo të qëndrojë në vendin e Në Kosovë. Deshta me vizitu vendin. Prej nga është edhe ngritë flamuri. Faleminderit shumë. Në qytetin e Vlorës, festa e pavarësisë nuk kufizohet vetëm tek ceremonitë. Shkollat organizojnë aktivitete, asamblet këndojnë këngë patriotike dhe fëmijët veshin kostume tradicionale. Qyteti bëhet një skenë e madhe e kulturës shqiptare. Kemi orën nga Dëshani, quhem Adem Dabiqaj. Vi me kënaqësinë më të madhe që ta festojmë festën e madhe kombëtare gjithë kombit shqiptar. Dhash Zoti që festën tjetër të vitit tërshëm ta festojmë me një Shqipëri natyrale të Skënderbeut. Të shtokë bekuar me tokë art, gjithmonë qofshim të bashkuar rreth flamurit dhe rreth gjitha të mira që janë rreth çështjes kombëtare. Vini çdo vit në qytetin e Vlorës? Unë jam si veteran i ushtrisë shërimtare të Kosovës, një herë edhe betuam rreth flamurit për gjithë popullin shqiptar, në gjitha trojet etnike ku ekzistojnë. Vim prej vitit 1999, 2000, kryesisht prej 2000, është mos e 20 herë kam ardhur ta festoj festën kombëtare të popullit tonë. Sa e rëndësishme është? E pas avëndësom është, festa më madhore e gjithë kombit është. Jemi Shqipëni e cungume për momentin, dhe është Zoti e formuar bashkohet Shqipëria natyrale që ka qenë më herët, po pa e bo mundën edhe zmeti nuk ka, që duhet të lidhemi rreth një mendimi. Po brezi jonë? Brezi jonë, gjenerata ime,
është shumë e flak, po ne duhet punojmë me trashëgimtarët tonë, me pasardhësit tonë, ma tepër rreth çështjes kombëtare që ta dimë që toka është këtu. Shqipëria nuk flas vetëm për një Shqipëri që ekziston sot, po flas për një Shqipëri të bashkuar që ka qenë më parë. Na ka bërë shumë Evropa, duhet ta kthej borxhin. Duhet ta qet kufinin ku ka qenë gjithmonë. Nishi, Koshumlia, Toplica kanë qenë, Sanxhaku, kanë qenë troje etnike shqiptare, që e din, çdo njëri e din. Po duhet punojmë më shumë dhe duhet ta përkrojmë dhe ta mbështesim fuqishëm njëri tjetrin, mos kthyerim, mos stanojmë nga partitë politike, se partitë politike shkojnë e vinë. A çështja kombëtare është një. Gjithë shqiptarët duhet jenë të bashkuar sot. Kjo është festa më e madhe e kombit shqiptar, festa e vetme kur ata ndihen të bashkuar dhe uroj që sa më shpejt të arrihet bashkimi kombëtar shqiptar në një shtet të vetëm të shqiptarëve në Ballkan. Ju jeni qytetar vënjate, festoni çdo vit? Patjetër. Unë Me Breziri sot? Nuk e di sa janë të lidhur, është pak e vështirë të gjykoj tani, sepse megjithatë unë vi për herë këtu, edhe pse ky është një monument i realizmit socialist dhe nuk ka aty asnjë plakat, asnjë bazoreliev të 40 firmëtarëve të pavarësisë, por përsëri elementi kombëtar na lidh që është figura e madhe e Ismail Qemalit, një figurë vërtet që do të jetë përjetësisht në pjedestalin e panteonit kombëtar. Mirë, përshëndetje. Jam fitimi nga Prizreni kemi ardhur. Kemi ardhur për festën e pavarësisë shtetit shqiptar. Po me sa kam unë njëri, kur është shpall pavarësia gjithë trojve shqiptare. Por Shqipëria londineze i boni këto fuqitë më dha dhe tash e kemi Shqipërinë e sotme, po e kemi edhe Kosovën tash, shtet për bashkët. Vash Zoti, një ditë do të bashkojnë atë gjithë, po ato me 28 nëntor. Si u duk organizimi? Organizimi erdhëm pak me vonesë, po në përgjithësi mirë. Në përgjithësi mirë, organizimi të na në mënyrë më dështore në Kosovë i festojmë këto festa, po të ju pak më varfër organizimi. Vini çdo ditë në Vlorë për? Çdo vit, për herë të parë kam qenë me 2012 me rashtin e 100 vjetorit pavarësisë. Atëherë ka qenë me vërtet fenomenal organizimi edhe gjithë masoviteti ka qenë i madh. Po në brezat e rinj, sa e festoni? Brezat e ri për fat keq shumë pak, edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, po unë jem një arsimtar biolog jem, po shumë ju flas në nxënësave edhe për histori, për këto festa madhështore, të cilat duhet ti festojmë në mënyrë sa madhështore. Nga Italia. Jeni nga Vlora? Jo. Ne vim nga Elbasani, kemi ardhur posaçërisht bashkë me familjen për ditën e flamurit. Si u duk organizimi? Është një fest që ka kuptim shumë. Për neve, për familjen tonë, ka pasur do ketë gjithmonë. Edhe pse nuk jetojmë në Shqipëri, por ku mundemi, është një arsye më tepër për të thyrë natë. Po mundoni që edhe fëmijëve t'ia transmetoni këtë dashuri për atë vend? Gjithmonë. Te brezi i sot. Gjithmonë. Nuk lëm shkas kur puna na e mundson, gjejmë mënyrën që të paktën ato 5-6 herë në vit të vim gjithmonë, që edhe fëmijët të marrin, këtu është vajza, aty kam djalin, Mesa, motra, marrim gjithmonë në shkas ku na jepet mundësia që ato pushime t'i kalojmë gjithmonë në Shqipëri. Nga Malësia Madhe. Kemi arme, po, erme me vonesë, pat me trafik rrugës, edhe me gjithat, po knaqena me rastin e 113 vjetorit, pavarësisë, urime Shqipërisë. Vini çdo vit në Vlorë për festat? Vim herë po, herë jo, si të kemi kohë. Po në Breziri i feston, është kaq atë vetar? I festojmë, se janë abuz tuzit, edhe tuz janë andaj kofinit e festojnë shumë, edhe na e festojmë bashkë me ta. Organizimi si u duk? Shumë i mirë organizimi. Koha mirë që dolit është 2 javë për mëtje gjara, sot është koha mirë. Edhe urojmë, të ecim sa më mirë, sa më bukur këtë atë dhe. Nga Vlora? Vlonjate jemi. Keni ardhur në shoqëri? Po festojmë, me mënyrën tonë, po festojmë.
Ka pasur shumë të huaj Kosova? Po, shumë. Na bëri përshtypje se kishte goxha të huaj, kosovar, dhe ndihemi mirë nga kjo gjë. Kjo është një festë që duhet festuar? Patjetër. Për ne është festa më e rëndësishme, sepse është pavarësia e Shqipërisë edhe Kosovës bashkë, se jemi një kombë edhe kështu që ndihemi krenar që jemi shqiptar. Po mirë, edhe mbrëm u kënaqëm se dolëm mbrëm, edhe na pëlqeu, pam koncertin, fishe gëzare, shumë bukur. Ndihet që është festë të paktën. Ndihet. Ikën nga ato ditët e tjera të zakonshme. Qyteti në këto ditë zgjohet me ngjyrat kuqezi. Mira njerëz mblidhen në shesh të vegjël dhe të mëdhenj për të përjetuar momentet që japin Vlorës identitetin e saj. Prej Gjilonit. Po zakonisht e preferojmë çdo vit me ardhen, për shkak që është festë që edhe neve në Kosovë na takon me festu, është festë kombëtare, kjo është arsyeja dhe me qef edhe dëshirë shumë të madhe vim. Si u duk Vlora? Vlora sot realisht është duk bukur. Po bukurinë e saj e kanë shtu edhe qytetarë që kanë ardhur prej Kosovës, do thotë e kanë bë pak më madhështore festën e 28 nëntorit. Unë mendoj që brezi i vjetër që ka qenë shumë më adhëtar, shumë më patriot në raport me tani. Unë mendoj që ashtu. Sakrifica ka qenë shumë më e madhe në raport me gjeneratat e reja tani që janë. Sto festën. Si u duket atmosfera? Mirë shumë. Sa e rëndësishme është kjo festë? Rëndësishme edhe për ne dhe për ju, 113 vjetore, një jemi, shqiptar ju, shqiptar na. Mirë shumë, kem kalu mirë. Për çdo vjet vim, e feston për çdo vjet vim këtu në Vlorë.
Së është e para herë, mirë shumë kalon, po sot pak në murshit, jerin, si kjerët ma teper. Faleminderit, gjithashtu edhe juve, krejt shqiptarve. Edhe neve kemi anë shoqeja, kemi festu stat, tanë ditën, mirë kemi kalu, edhe ju uroj gjithë Shqipërisë edhe Kosovën festen. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Nga Peja? Po, nga Peja jemi. E festoni çdo vit? Po, sigurisht, çdo vit e feston, ditën e flamurit, ton shqiptarët. Si u duk Flora? Shumë bukur. Vi edhe unë për çdo vjet këtone, qysh jam ndarë në penzion, vi këto në shëtitin, se penzioner ka jena. Faleminderit për juve. Urime gjithë kombës shqiptar, ju urojmë, ne jemi nga Kosova, jam i komunës Orekës fshati Budakov. Për ndryshe katragjyshim ka marrë pjesë në shpallë Hasan Hysén Budakova, bashkë me Isa Buletinin, dhe kështu kemi ardhur dhe kemi edhe një fotografi, nëse keni dëshirë që edhe fotografinë jo kom sjell muzeut, ku në ora 4 kam me bisedu me drejtoreshën e muzeut, Isa Buletini, Drisefiri dhe Hasan Hysén Budakova, katragjyshim. Si ka qenë historia e? Po historia këtina dhe këta kanë ardhur në Vlorë. Ky sidomos ka marrë pjesë edhe në shpallje. Isa ka rrim pak ma vonë. Se u konë kënë luftë edhe Mitrovica është ma largë se na jem nga ofër Prizrenit. Sa e shenjtë është për ju kjo historia? Kjo historia është për neve gjithë shka. Se kjo soll popullin shqiptar që të ketë shtet njërë, me gjithë se mendojmë të ardhmen që ta bojmë edhe bashkimin kombëtar. Ju uroj gjithat mirat gjithve. Ju falenderit, urime. S'është pyetje që është shtet më përvetit, po është të na kemi qenë më të shtypur. Dhe çdo sen që shtypet ai kërkon ndalje. Dhe kështu që na gjithmonë Kosova është krah i gjatë i Shqipërisë. Ju vini çdo vit në Shqipëri? Unë nuk kam marrë çdo vit, se 50 vjet s'kemi mujt as me dal. Po vim her pas herë, domethënë është që 4-5 herë që vi vetëm në Vlorë. Po të rinjtë e sotëm si u duken me traditat se i përcjellin? Të rinjtë e sotët, inshallah, ndryshon arsimi. Arsimi do të më ndryshu në tanësi, për me mujt mi bind të rinjtë që me të vërtet do të me luftu për kom. Po nuk e kom, nuk i as shtet. Po kemi ardhur, njërë të organizuar kemi ardhur, prej Deçanit jemi, prej Kosovë kuptohet, dhe po lëvizim pak. Si festohet festa e pavarësisë? Ne ndjejmë shumë pavarësinë sepse na lidh gjatë historisë, kjo për ne është festë e treveshtë dhe ne po mundohemi që t'ja vlojmë pasazheve tanë, që t'i mbajmë gjallë, që t'i frymëzojmë, që t'jemi bashkë. Inshallah do Zoti një ditë do të ketë kufi dhe do të bashkohemi gjithë. Si u dukon organizimi? Mirë ka qenë, shumë mirë dhe kem kënaqësinë që të vazhdon kështu tash edhe me pavarësinë e Kosovës kur na vjen edhe një 2-3 muaj, kështu që do ta ndajmë veten përmbushur. Faleminderit edhe juve. Unë kam jetuar 2 vite në Vlorë, si student kam qenë në vitet 2018-2020. Edhe mikpritja, dashuria, ajo që kanë treguar vlonjatën ndaj nesh ka qenë diçka jashtëzakonshme, diçka e papritur. Unë jam nga Deçani i Kosovës, nga një qytet që ka dhënë shumë në luftën e fundit qendrore në Kosovë, edhe është një ditë shumë emocionuese për neve. Është një ditë që zemra na rre fort deri në momentin që mbrim në kufirin e këtej, edhe s'mundem të vim, është diçka pjesë e jetës tonë, pjesë e përditshmërisë tonë. Ky flamur, unë mendoj që është gjëja më e vlefshme që kemi ne si kom. Edhe duhet dim ta ruajmë, ta kultivojmë dashurinë që kemi mes nesh, edhe dim të ecim përpara, po vetëm së bashku, jo të përqarë, jo të ndarë në dysh, po vetëm bashkë. Kjo është dhe rruga e drejtë që na bën bashkë edhe drejt së ardhmes. Jo, nuk e kanë në nivelin e duhur, po unë jam simdhënës profesion dhe mendoj që fajtori jemi edhe ne prindrit sadopak. Për shkak se nuk po arrim ta kultivojmë, ta përçojmë të fëmijët tonë atë dashuri që kemi ne në zemrën tonë. Do të dim të gjejmë forma dhe mënyra si ta kultivojmë ata, se vetëm kështu sigurohet vazhdimësia dhe dashuria për këtë këmbë, se ne kemi vetëm një tek e fundit, s'mund ta zëvendësojmë as ta kemi një tjetër. Qyteti i Vlorës si është dukur sot me organizimin? Mirë më është dukur, a ka mundur të bëhet më tepër, ka mundur të bëhet më tepër, sepse jemi në kryeqytetin historik shqiptarëve, në vendin ku ka nisë të marrë liria, edhe mendoj që ka mund të bëhet më tepër. Për shkak se ndoshta temperaturat kanë ndikuar që të jetë kjo atmosferë, po mirë, nuk është edhe keq. Nga Gosivari.
jetoj në Zvicër, po erdha ekstra për ditën e flamurit. Çfarë kuptimi ka kjo ditë për ne shqiptarët? Kuptimi është shumë i bukur, mbarë kombit shqiptar. Si u duk organizimi në qytetin? Po bukur, po ato të mëdhejt e kam bërë shumë herët, për fat keq s'është mirë. Ato duhet prishim pak ta bëjmë për të gjithë. Si u duket edhe atë dashuria? Atë dashuria na vëm zemra. E marrim avionin nga Zvicra dhe bim këto. Po tek të rinë si u duket? Të rinjt mirë janë, po inshallah t'jenë edhe ma mirë, se do të pak ma modern, po do bëhet mirë, do bëhet mirë. Gëzuar festa. Rofshi, gëzuar festa, rof kombit shqiptar, na rof Shqipëria. Festat, me thënë, mu duk më mirë në 12, burrit. Shumë bukur programuar, ju jeni që merri në interviste, bravo. Si u duk, nga keni ardhur? Nga keni ardhur? U jam në Akuq i Vlorës. I festoni çdo vit? Po, edhe si vjetë që nuk kesh dëshirë për të festuar, e festova. Erdha këtu e vajta në Shestramut dhe erdha prapë. Në këto ditë Vlora nuk ndahet në lagje, gjenerata apo mendime. Këtu të gjithë bëhen një, në flamurin kuqezi. Festa ka fushin të mbledh njerëz, të krijojë kujtime dhe të forcojë identitetin.